Nuk mund t'i nisja asesi këto shënime pa një urim paraprakisht për një ditë shumë të veçantë, 8 marsin, ditën ndërkombëtare të gruas dhe ditën e shënuar të nënave, motrave, vajzave tona. Është gjithmonë një ditë e rëndësishme edhe për të shprehur mirënjohjen dhe respektin me të gjithë dashurinë e merituar për gratë dhe vajzat që kemi rreth nesh, por edhe për rolin e jashtëzakonshëm dhe të pazëvendësueshëm të tyre, jo vetëm në familje, por në shoqëri dhe në jetën e vendit, përfshirë edhe jetën politike dhe vendimarrjen. Dhe jam shumë krenar të them se sot kemi gjithnjë më shumë gra që udhëheqin, që drejtojnë, ndërtojnë, krijojnë dhe kontribuojnë drejt për drejt në zhvillimin e vendit tonë. Ato janë në parlament, ato janë në qeveri, ato janë në të gjithë zinxhirin e institucioneve, ato janë në sipërmarrje, ato janë në shkolla, në universitete, ato janë në teatro, në hapësirat e jetës artistike, ato janë në sport, ato janë kudo. Kudo një vlerë e shtuar, kudo një forcë e pazëvendësueshme. Dhe nuk mjafton të shohësh realitetin sot në vendit për kuptuar se energjia dhe roli i grave në jetën publike dhe shoqërore që ka qenë një rol i adresuar, i mbështetur, i promovuar në mënyrë të posaçme në këtë dekadë të qeverisjes son, ka pasur një impakt të jashtëzakonshëm. Ndaj nuk më mbetet veç se të uroj nga zemra, jo vetëm gëzuar 8 marsin, për të gjitha gratë, për të gjitha nënat, motrat, gjyshet, vajzat shqiptare, jo vetëm t'i falenderoj për gjithçka bëjnë, por edhe të uroj me gjithë zemër që pjesëmarrja e tyre të rritet, angazhimi i tyre të rritet dhe çfarë ato i sjellin Shqipërisë të jetë edhe më shumë fal rritjes së pjesëmarrjes dhe të angazhimit të tyre.